që në momentin që njeriu ose besimtari vendos që të fali namazin, e kupton që ky namaz ka një vlerë shumë të madhe, ka një vlerë madhështore, sepse ai i cili e ka kërku këtë namaz është Allahu Xheleshanu. A themi neve, kur dikush që është shumë i rëndësishëm të kërkon diçka, si vehesh në lëvizje direkt, sepse nuk don që fjala e tij të shkojë dëm, nuk don që t'i vonohesh në kryerjen e porosisë ose kërkesës që ka ai. E po ta mendojmë kështu, nëse Allahu Xheleshanu është më i rëndësishmi në zemrën tënde, nëse Allahu Xheleshanu është i pari në zemrën dhe në shpirtin tënd, atëherë vallai në kryen e në namazit ne nuk do të përtonim, edhe nuk do të vonoheshim, edhe nuk do ta merrnim me përtaci, por do ta krynim si gjën më të bukur edhe më madhështore që mund të bëjë njeriu. Kur don që të lidhesh me dikë që ka një pozitë të veçantë, do fillosh të shkruash sekretarëve të tij, do fillosh të blesh takim nëpërmjet miqësive që ke, të gjesh vetëm 5 minuta ose pak minuta që të komunikosh me të, ti kërkosh diçka, ose ti përcjellësh një mesazh, ose një ide që ti e ke për t'ia thënë, ose ti qash një hall. Ndërsa Allahu Xheleshanu që ka në dorë gjithçka, krijuesi i qeve dhe i tokës, i cili ka në dorë depot e qeve dhe tokës, i cili lëviz të gjithë fatet e botës, të thërret pyet o robi im, thot 5 herë në ditë mundesh të më drejtohesh mu, dhe kur të dush ti pastaj, po 5 herë janë të detyrueshme. Mund të më drejtohesh mu, thot, me çfarë të doj zemra dhe shpirti ty. Pa ndërmjetës, pa pas nevojë me lënë takime me dikë, pa pas nevojë me fut dikë që të flasi mirë për ty edhe të rregulloj një takim special për ty. Pasha Allahun, nuk ka diçka më madhështore, nuk ka diçka më të bukur